Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në Ping Pong këtu në Star Plus, në puntatën e 5 të emisionit tonë. Ky emision moderohet nga unë Ping dhe Pong, kolegu im. Mirë mbrëma zonja dhe zotri dhe mirë se erdhët, nga unë Nikolin Fërketa dhe kolegu im Alexander Prenga. Sonte për ju kemi zgjedhur një temë që ka munduar Shqipërinë plot 35 vjet. Tema është Shqipëria dhe Bashkimi Evropian. A do të arrijë vallë që Shqipëria të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian? Po këto pyeti kamerën, publikun? Po publikun pra po pes? Po shikoj me të përgjigj publikut, në tekst e kesën pyet mu. A duhet me të pyet ty? Ide. Ty? Po. Bukur. Si me stil. Koleg, Po. a do të arrijë vallë që Shqipëria të bëhet pjesë e BE-s? Po patjetër që po. Po kjo shpresë na ka mojë gjallë, shpresa vdes e fundit. Po thuj ti, a do të arrijë Shqipëria të rrisë standardet si shtet, mirëqenie ekonomike dhe të barazohet me shtetet e fuqishme si Italia, Franca, Gjermania, Spanja e tjerë. E ke fjalën për në kampionatin evropian të futbollit me kombëtar, ne? Në futboll e ke fjalë. Po jo më në futboll kena kënë 2 herë në Europë. Kena bën neshet lloje, na harrojmë Italinë që i bëm golin në sekondat para. Po çfarë thu pra? Po them me hyn në Bashkim Evropian. Me hin Shqipënia në Bashkimin Evropian? Po. Më vjen shumë keq për ty. Për mu? Po. A i tu po andra shumë? Kushu? Ha? Po jo mor, Europa është ëndër e shqiptarëve. Populli shqiptar e ka ndru Europën prej vitesh. Dhe unë të kënë si jam pjesë e popullit shqiptar e ka mellon këtë ëndër. A se ke ti? Ëndër? Ha? Unë jam realitet. Ashtu, he? Ja, unë nuk ndrej. E si është realiteti këtu? Realiteti është se Shqipënia e ka shumë të vështirë për me kanë pjesë e Bashkimit Evropian i dashur koleg. Po, he? Po, sepse këtu më bën e lamsh. Pse? Ashtu ndru Europa me na fut ne, Jo, ma jo, apo ne po ndroj me hin Europë. Po, jo ma ato ndru, na me hyn Europë, se bë me desht Europa na fut qysh nesër. Po, ndrysha ëndra. Shifi herë, më ish me ndryshu në ëndër. Shqipëria ka bërë hapa të rëndësishme drejt integrimit në Bashkimin Evropian. 1. Lufta kundër korrupsionit, 2. Në sektorin ekonomik dhe 3. Në sistemin gjyqësor. Këto janë hapa të lavdishëm që na çojnë sa më pranë dyreve të Bashkimit Evropian. Po, tashti i dashur koleg janë disa gjëra që duhet për me përmirësu. Si për shembull? Po duke fillu që nga pavarësia e gjyqësorit. Po. Ka qytetar të cilët surrollaten gjyqeve, sa në një gjykatë në gjykatën tjetër. Ka vite që këto qytetar nuk gjejnë një zgjidhje. Përplasen si top ping-pongu po thuti. Jo si top ping-pongut, po nuk e di domethënë se si mund të përplasen. Ne ke prokurimet e korrupsionit. A e dinti që Shqipënia xhen vendin e parë në Europë për korrupsion? Po nuk ka zyre në shtet që nuk janë të korruptuar më koleg. Po jo më s'është e vërtet. Si më nuk është e vërtet? Po s'ke fakte ti për këtë gjë. Unë nuk kam fakte. Se nuk janë të korruptuar italianë, francezë dhe këto të tjerë. Po ku ke shkuti me podje, e ki pati? Ku i kanë Francë në herë ti më? Ça fut? Po çka më po? Po ça fut? Shifi marr njerëzit më. Shifi marr zonin e qytetarëve më të cilët ankohen çdo ditë më. I myti më korrupsioni, edhe ju ndrroni për me hinë në Europë se ka lehtë. Si ta dish ti edhe çdo shqiptar me gojë të ligë si ti. Lufta kundër korrupsionit është një ndër sfidat që BE-ja e ka vlerësuar më shumë e më në qeverinë e re të Shqipërisë. Po si? Pra, me që BE-ja e paska vlerësuar luftën kundër korrupsionit në vendin ton, prandaj ne jemi të zhytur në korrupsion? Ne na zhytëm në korrupsion? Ne na zhytëm në korrupsion. Po kjo është mendësi e popullit, nuk s'ka faj shteti këtu më. Ashtu, Po si kena fajna? Po pse vallë populli thuhan bar? Nuk mendon populli. Nuk i shef populli këto gjana ditë për ditë se çanullin e përzyra. Mirë, pse nuk vlerëson ti për shembull sikur e vlerëson Europa të në liberalizimin e tregut dhe përmirësimin e klimës së biznesit? Sot ka kushdo ka drejt sot. Sot në Shqipëri ka kushdo drejt me hap biznes, është i përkrahur nga shteti, është i mbrojtur nga shteti. Pse? Ka drejt me hap çdo kush biznes, Po, edhe ti, edhe unë. Edhe unë kam të drejtë që të hapi biznes. Po mirë, dakor, më fali sekond. Me që i metet e unë për me hap biznes. A e din ti, unë për shkak me pa me dash me hapi biznes, ku duhet mi marr të ardhunat për me hap këtë biznes? Cili shtet më man mu për me më than, po të subvencionoj unë për të ardhunat që ti të ecësh përpara me biznes? Pra ti don edhe lekë, një që doni, do me thonë, një që ke mundësi, i don mundësi ti me hap biznes, po ti don lekë me hap biznes. Po për çfarë shteti? Shteti është për me përkrah qytetarin, jo me rrjep, e me vjall qytetarin. Ç'a thoti kë më? Ky kujton duket se atje në Francë t'japin lekë me hap biznes sa dusha në Gjermania. Atje në Sa lekë don ordno, kujton ky kështu. Ky edhe disa shqiptar. Sa lekë don?
Po avash të i fije, se në Francë, edhe në për këta vende tjera, Europiane ka standarde tjera për me dash me hap biznes. Ashtu Po qytetari është maj për krahun, maj mbrojtun. Po të subvencionon më shteti më. Një ndër arritjet që ka bërë Shqipëria është edhe energjia elektrike. Shqipëria ka bërë progres në përdorimin e burimeve të rinovueshme të energjisë si hidrocentralet. Sot ka më shumë energji elektrike, sot kemi drita më shumë se sa dikur, apo jo i dashur koleg? Po qa drita më shumë se dikur, drita më shumë se dikur. Unë dikur më mend që kena ka 1 orë me drita, 2 orë pa drita, 2 orë me drita, 1 orë pa drita, të shkoj fije drita. Po, 2 orë po, 2 orë jo, 2 orë noshta. Kurse të shkoj drita 24 orë koleg. Po. Prapu fiken drejtët. Ordna. Po mirë mos e. Ordna që erdhen. A she se erdhen. Ne kështu të më gëzu ti, e? Po më gëzu. Pse kështu ka me të pranu të i bëj, ja? Se dikur kanë bërë 4 orë më orë drejtët, tash vinë fak. Drita ka, por ama ne do të flasim për shkatërimin e metjeve. A e kupton ti që ne jena një popull, që i kanë vu kazanat e plenave? Po. Edhe duhet me shku për Mihal Metorinat. Më falë, si e qujtë e kazanat e plenave? Po, koshat e metorinave, më thot në Europë. Kazanat e plenave, koshat e metorinave, më thot. Po, marë sa, si e thojnë shtotanë koshat e metorinave. Po, në primeni në media lokale, më bërë, a do në me hynë në Europa, jo? Po, hajde marë ti të qytë. Ku hynë në Europë kretë Shqipnia, nuk do në me jashtë në tjertë, në do në me hynë tonë si Shqipni. Mirë, a e dinte që shteti ka vu disa kosha metorinash? Po, diqa mani. Edhe qytetari... Jo disa, po ka vu shumë. Ka vu shumë. Po, kush me i hell aty, thujti. I hedhin tokë njërësit. Po, je për tave vjen shtetit i mërë të shpjetit. I hedhin tokë. Po, si? Po, a e dinte që në Europë nuk... Jo vetëm që nuk i hedhin tokë, po as nuk gudzën për mi hedhin tokë. Se prej tanë për me e qu atë qesin e metorinave deri te kazani aty. Si dush e hell. Kush e hell kështu, Europiani a Shqiptari? Shqiptari më e hell. Po cilësoj pra. Shqiptari më e hell kështu. Ashtu e? Edhe kylloj mentaliteti madheran ti pretendon që ka me hinë në Bashkimin Evropian, e? Mirë, që të thamë edhe diqa tjetër që të vret ty si kundërshtari jonin bej. Shqipëria ka avancu në pjesëmarrjen e organizatat ndërkombëtare si për shembull që është NATO. Na jena pjesë aktive e NATO-s, por na jena pjesë e NATO-s, na jena pjesë e ushtrisë NATO-s. Na jena, po si më jena shumë fuqishëm u bër. Kush guxon botë me na ra neve të neshmor? Po hyn ton NATO-ja për ne, hyn ton Europa mas neshmor. Po kena krejt Europën mas vetes. Po s'ka kush, s'mund kush me na hap zonin neve si shtet. Po si? Dhe ti më thon që ne jena shtet i mbrojtur pikërisht nga NATO-ja. Po. Më fal ti i dashur koleg. Ai ke pa ushtar ton? Ai ke pa mënyra se si ata ushqehen, mënyra se si ata bëjnë stërvitjen. Si tanë tjerë, po. Si tanë tjerë. To kanë bërë stërvitjen me Gjermaninë, me Francën, me forcat e ndërhyrjes më të forta të botës, më burr. Me amerikanët, me Navy Hillsat. Ka mund shok që kanë bërë stërvitje me Navy Hillsat, sinqerisht. Në kampionat kështu të futbollit aça apo prap. Po jo më burr në ushtri po tham. A në ushtri? Po. Qëtë mune nga trej me këtë kampionatin e futbolit. Aman o burr, po qëfar ushtrijet kena ne, po mos i shif video që halin o burr e dhët. Mos i shif sepse janë gjitha reklama më burr. Po na kena ushtar... I thu që janë fasad, thuti, këtë i të thotë. Po na kena ushtar që jalan nuk plotësojnë kushtet o burr të shi. Po nuk ka ushtar që ka një palestër të vetën. Nuk ka ushtar që ka një djetë të vetën. Që ka një armatim të vetin. Po re o burr të shi, laj thaj ma të tesha janë. Pak kamerat, a një gjuhë që tha? Nuk ka thot një ushtar thot që ka një palestër të vetën. Ky kujton se tonë ushtarët kanë me pas gjithë secili ka një palestër për veti. Pra i bën 3000 ushtar, 3000 palestër. Po jo mor koleg se nuk bëhet kështu. Po ndoshta më e rëndësishme është që për temën Shqipnia në Bashkimin Evropian mos me fol vetëm na dy, po me ditë edhe se ç'a menon publiku, ç'a menojnë teleshikuesit, ç'a menojnë shqiptarët. Si thuti? Pikërisht për këtë koleg. Po. Un kam shku si zakonisht në Tiranë për të bërë disa pyetje qytetarëve. Ke pyet shqiptar, ke pyet europian? Jo, të shi përderisa është për me hinë në Bashkimin Evropian, unë kam pyet edhe europian. A ke ditë më marrë ti vesh me to? Jam munu. Je munu, e? Jam munu disi. Se mu më the jam marrë vesh shumë mirë me to. Ja. Mu marrë, jam marrë vesh krye vepër. Po, e? Papa, krye vepër. Ndjekim Vox Popet. 1, 2, 3. You are a tourist here? Yeah, tourist, yeah. How is Albania? Oh, I love Albania. You love? Why? Oh, there's so much to see. It's such a varied country. You can go in the north to Theth in the mountains, and you feel like you're in the Swiss Alps or something. But if you go down south to Himara or Gjirokastra or something, it's like you're back in the Ottoman Empire still. So I think it's so varied and there's so much to see. It's amazing. You believe Albania... I don't speak very well English, eh? No, it's okay. I don't speak very well English, eh? No, it's okay.
You below Albania, Europe? Yeah. In Europe? I mean, I think Albania is part of Europe. Whether it should join the EU, I mean, I'm British. We're no longer in the European Union, but I think that was a bad decision. I think probably Albania will join the European Union, but it could be difficult for Albania in some ways because you have lots of small businesses here. Like I walk around the streets. I was on Kemal Staffa earlier, this street, and they got loads of tiny businesses selling like bikes and washing machines and all of this kind of thing. And I think if Albania joins the European Union, big German, French companies will come and the small businesses in Tirana won't be able to compete, maybe. So I wonder if it will be a bit of a shock for some of the small businesses and the families that run them. Je marrë vesh një shumë. Ja, të shive, janë gjana që nollin da kolegë. Jo se nuk ke di gjuhën, mërë se sa është nëjë problem. Ti e mësën gjuhën dhe ta mësosh e nuk e ke di, ta pe mësën nëjë herë. Problemi është se a pese që të thaj, tha Shqipëria tha, është Europë, tha. Po a hynë bashkim Europian a muhabet tjetër, tha. Ti se kuptohet shumë mirë se që të ka thonë. Pro, ta thosh e lirë se ta thosh, por, na si pozicion në geografit jena në Europë, po a do të hynë bashkim Europian a muhabet tjetër. Këtu, këtë djali ishte kaq konkret, po, sa që edhe vetë ai nuk e din a do t'jetë vallë Shqipëria pjesë e bashkimit Europian apo jo. Dakord? Po kur se din ti si je shqiptar, si ka me ditaj se është prej ka ishte ai? Ai ishte fix për Anglit prej Londrët. Po, Unë jam thënë nga Londra. Të cila lagje e ka shpinë, i njefti? Jacksonville. Po, Jacksonville. Jacksonville në Londër. Edhe më tha, unë jam tha prej atje, tha. Se pa ta ba mua beti herë. Jacksonville a skuadra futbollit, më pse bande? Jacksonville për në Londër pra më burt. Është lagje më burt. Lagje Jacksonville në Londër. Okej. Edhe ishte prej atje, tha, unë kam marrë tha këto, tha për me ba, tha. Ai kishte vazhdu studimet. Tu kishte marrë shkollën në të një nga universitetet private në Tiranë. Edhe bukuri mu tha Shqipnia, tha me pëlqen, tha Tirana e tjera. Po me ta po me poj këtë intervistë to, çunat e Londrës. Po. Po, çika. Ky ka tregu fix realitetin. Po, një gjë. A ke intervistu shumë tuj apo vetëm shqiptar? Sa dush. Edhe tuj krejt, Tuj krejt që nuk ka. Se kam i përshtypje se s'ke ditë më marr vesh të mazi se me kët. Me kë? Se me këtë dom. Po, ata shohim. Po mirë, ha. Tjetrën të lutem. 1, 2, 3. Shqipërisë në 2030 i është premtuar që do bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. E beson këtë? Mendoj se po, përderisa po shikojmë pak a shumë përmirësime çdo vit. Normalisht që gjithmonë dëshira është pozitive. Këmbështrimi është pozitiv, po mendoj se po. Pse duhet të na besojë neve Europa? Sepse ne jemi një popull që kemi vërtetë shumë të mira. Vitet e fundit kemi treguar shumë progres në aspektin ekonomik, vëmë re një interes shumë të madh të brezit të ri për të punuar dhe për të qëndruar në vendin tonë. Dhe tregojmë që neve duam vendin tonë dhe prandaj neve presim që edhe na duan. Shqiptarët në vendet ku jetojnë jashtë vendit, a kanë lënë mresa për mirë apo për keq? Mendoj se lëvizja tranzicioni demografik ka ardhur si pasojë e shkëputjes nga komunizmi, pa ka mbetur një që kur patë një rënje të madhe popullsisë pasi lëvizën jashtë. Mendoj se mund t'i kenë lënë të dyja përshtypjet, por nuk mendoj se në këto vitet e fundit sikur është përmirësuar reputacioni i shqiptarëve nëpër botë. Kemi treguar që neve atje punojmë, investojmë, bëjmë adetet tona atje dhe kemi treguar vlerat tona pozitive si vend. Ku e shikon të ardhmen tuaj? Këtu apo jashtë vendit? Për mendimin tim, unë për shembull jam në fakultetin në Universitetin e Mjekësisë Tiranë, e shikoj të ardhmen time këtu. Personalisht, normalisht që mendoj se ndonjë specializim apo diçka më paritet nuk i dihet asnjëherë se çfarë mundësish të ofron, dhe normalisht që unë do shkoj aty ku nga një anë më leverdis më shumë, për momentin e shikoj këtu. Po qeveria më duket ju ka vu disa kushte që duhet që të punoni këtu 5 vite e pastaj mund të lvizni apo jo? Jo, është 2 vite. 2 vite. Po mendon që pas 2 viteve ti do ikesh apo do rrish këtu? Mendoj përderisa unë këto 2 vite do punoj këtu, do filloj karrierën time këtu, deri tani e kam perceptuar sikur do qëndroj këtu për vendin tim dhe do shërbej vendit tim. Po mirë, a she pra kolegë se ka qytetarë që besojnë, që janë optimistë që do të hyjnë në Europë, që besojnë si kanë arrit standardet, që po dita ditë po përmirësohen as si shtet, si popull. Kam një dyshim unë për këtë vajzën. Pse? Do t'i punojnë print në shtet. Regjia, ju lutem kalojmë tek Vox Popi tjetër. 2, 3. We are a television, Star Plus TV, and we have one emission satiric ping pong. Okay. Where are you from? I'm from Sweden. Okay. You like Albanian?
Albania is really good, nice, beautiful country. I'm just here for 1 week. Very nice country. It's my second day here, but I really like it. Si thuhet të drejtë që të jesh për Të pyet gazetari. Albanian in 2013, si thuhet? 2013 Albanian believe is in Europe. You believe here, please? You believe this? Albania is in Europe? Part of Europe. Okay. You believe? If I believe it, yeah, it's in Europe. Albania is in Europe, yeah? In the carta? Sì, in the carta. Bashkimit Evropian po se di. Tamam. Because I don't speak very well English. Okay. I don't know if it's that internet. I don't really know. Thank you very much. No problem. Thank you. Have a nice day. Sa janë marrë vesh me njëri tjetrin. Ani ku e boni. E që të pyeti kameramonin të rajti aty mas. Ai shkreti ishte për Suedie, ma burri, bojës, hajde merru vesh me të. Hajde merru vesh, ai me ty mor. Shikama, a di si është një punë me kolegë. Ç'a deshte me pyet tamas. Unë e di qëllimin tonë. Ti e ba njësh me këtë televizion për me ndjek mu karriere. Dakord? Ky është qëllimi ju si televizion. Baba, a ka mundësi të lutem kalo të tjetra? Kaloj të tjetër se ka më të mirë tjetrin. 1, 2, 3. Hajde. No, italiano. Siete italiani? Siete turisti qui? Sì. Come Albania? A mettere i denti. Mettere i denti? Sì. Ma perché non mettere in Italia? Perché costa Costa troppo. Non mettere su internet però, perché ci vedono. No, noi siamo un televisione, Ok. abbiamo un'emissione satirico che si chiama Ping Pong. Ping pong? Ping Sì. pong. Quando giorni siete qui? Una settimana. Una settimana? Come Albania? Bella. Bellissima. Perché è bella? Troppo bella, perché stanno cose qua che in Italia non ci stanno. Non ci stanno? No. Perché non ci stanno? Dove vivi in Italia? Quale città? Puglia. A Puglia? San Ferdinando. Sì, e com'è Puglia? Bella. Però Tirana è più bella ancora. Avete molti albanesi in Puglia? Tanti albanesi. Anche nel paese nostro. Come sono gli albanesi in Puglia? Sono molto gentili e educati. Sì, Molto gentili e educati, molto di cuore. molto di cuore. Sì. Dakord? Me sa kuptova unë, italishtën e din shumë më mirë se Italishtën? Po italishtën e din, ti se Na- je tifoz italian, futboll. Ne na rrejt me italistën, mor, Po, Aleksandr. me sa kuptova unë, këto zonjat kanë orë me bë vëmë se janë punë më të lira këtu, a sheh pra që kena disa gjëra më të mira nëse Europa? Kena Që kena më të standard, mira? kena qenit më të lirë, se ka shumë italian, ka shumë francez që vinë tu të klinikat e dhëmbëve, të klinikat e mjedhjes flokëve, ka këtu që Po. vinë e bojnë pushime, ka këtu që vinë e investojnë sepse gjenë hapësina, ka këtu që vinë për turizëm për njënë e për tjetër, sepse Shqipënia plotson kushte më me kënë pjesë e Bashkimit Evropian. Po le që thot kjo goje lig tankon, vetëm Marina Bravo. Kjo goje lig. A thu ky bashkimi Evropian ta po na fut edhe se ta po plotësojmë to standardet e këtyne dhëmbëve që kanë shqiptarët. Po ne I xjerrim llamp njëri tjetrit. Ashtu Me të shky katërsh më I xjerrim llamp. Ashtu E vin të huj për me rregullu llamp këtu. Po jo, Dakord? unë po tham po një gjë, se nuk kena si rregullojmë dhëmbët pa I shkry dhëmbët I herë, njëri tjetrit. Pse duhet që me shky llamp njëri tjetrit, prandaj më rregullu, Po patjetër. Ai se të rregullojën në te Vox Popi tjetër. Ashtu? Kalë të lutem regjia. 1, 2, 3. Romania, you are tourist here? No, Oh. we are students here. Okay. We are on television, Star Plus TV, and I don't speak very well English, but I have one emission satiric, is Ping Pong. You live here in Albania, Yes, in Tirana, yes. For 4 months. 4 months. How is Albania? A beautiful country. So Really what we beautiful. like it that it has mountains. We have mountains back home, but when we came,
We came through the mountains, through the tunnels, around the north part of the country, northeast from Macedonia. Skopje. And Yeah. what we like about Tirana, it's more peaceful than Bucharest, where we come from. And you can see the city just by walking and not using the public transportation. That's a big advantage. So thanks. Si është situata si janë njerëzit në anglisht si thuhet. People there are just The people's how is the people's? Yes. I think that the Albanian people are more welcoming. They are more warm. Everyone we talked has been too nice, has been nice to us, and that's also an advantage. Back in Romania, some people are warm, but most of them they help you, but not with a smile on their face. You may ask where is the city center, and they'll say go there and there, but in Albania they explain and stay with you till you understand. Këta ishin dy student që kishin ardhur për ekonomi. Edhe këta ishin në një universitet privat në Tiranë. Njëri ishte për ekonomi turizëm, tjetri ishte për ekonomi biznes. Kishin ardhur nga Romania. Edhe ato ishin shumë të kënaqur për faktin sepse Tirana ju dukte e bukur. Njerëzit ju dukshin çuditërisht më të dashur në Tiranë se sa në Romani. Sepse në Romani kishte ka disa njerëz të cilët janë aq të dashur sa në Shqipëri. Koleg, po jo çuditërisht të burr, po Shqipëria njihet si popull me traditë mikpritin. Na thon tonë që keni mikpritin, e thon jo vetëm europian, e thon amerikan, e thon kinez, e thon tonë por që mikpritin e kena. Tash çka kena na, kena mos tu çuditërisht na më mikpritse se në Romani. Romania nuk shuhet ashtu. Fal ku nive të un fjalën mikpritse. Ku nive? Po çfarë? Nuk e thash. Marrëdhënia me njerëzit çuditërisht ju duk më e mirë se sa në Romani. Po kjo është mikpritje pra, marrëdhënia e mirë me njerëzit që vinë. Mikpritja është kjo. Me mikpritin e burr. Nëse, nuk po them mikpritin me prit shtëpi, me shtu me hëngër. Po them mikpritje si. Po mos e bën marrëshillim vetvete veç me kundërshtim. Regjia kaloi pak te Vox Popi tjetër se rregullojnë kët. Se ato më të bukura ti kena i tesh. 1, 2, 3. A television, and we have one emission satiric ping pong. Where are you from? we're from the UK, but we're Nigerians. Okay, you are tourist here. Yeah. How is Albania? Nice and warm. Nice and warm. Yeah. Friendly people. Yeah. Yeah. Lovely. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. Si i thon thank you very much. Ai ka pritur se po i ban pyetje tjetër direkt thank you very much. Po i ka ishin to prej Nigerie? Jo, këto ishin prej Afrikët. Kalojmë tek Vox Popi tjetër, ju lutem. Tu që Shqipëria në 2030 do jetë pjesë e Bashkimit Evropian. E beson këtë? Me dy mendje kam. Me dy mendje. Po. Nuk e di mirë. Fala të fol Shqipëri. Çfarë mungon Shqipërisë të jetë pjesë e Bashkimit Evropian? Se di 2035 le të themi për 10 vite. Për 10 vite, mendon që do jemi në Europë? Po nëse nuk bëhet? Nuk e di. Do të ndryshojmë parimet ta. Se i herë nga që i niva tonë të fol gjuhë huja, kupton, mendova mos është edhe ky huj, në paraqitje, po ky tha që i herë për i herë nuk hym, tha po në 2035 mund të hym. Pra një farë optimizmi shihet. Ndoshta jo në 2030, po pak më vonë mund besoj edhe unë. Do të thonë doni më najt që çdo 5 vite më najt të i shtyje. Të i bë rinovim, po. Si puna e kartës së identitetit, po. Po patjetër, po ashtu është. Karta e identitetit, pasaporta, Europa, ai kërkon Europa këto. I kërkon, Po. Bileta njëna tjetër. Bileta është edhe gishtave e tjera. Janë disa gjëra që i kërkon po. Ta po ti tham mbrapa. Vazhdo të lutem te Vox Popi tjetër. 1, 2, 3. What is Albania? People's? What do you ask? How is? Oh, very nice people. Very nice people. Very kind people, yeah. Okay. Yep. We are one television, Star Plus TV, and we have one emission, satiric, and ping pong. We answer for Halloween. Halloween, yeah. Për çfarë do bëj kjo? You like Halloween? Ato
We don't use to celebrate this. A pe këtë me kamera, thu se je të punu ti për misionin ati, jo për misionin tonë. Që do të me marrë provat e herë se qa është ky person. Po. Se si duket ju duket si person i çuditshëm. Po pra, po. Qa puna A pe si e futen rreth ato 30 vet, rrezik me ta gërshit bam na njëri ty me çkapetet. Ishin shumë të logjikshëm, shumë të qetë. Turista, kështu, të mirë si më thon. A she pra si doli kolegu te fjala jeme. Mendësia, mentaliteti jonë duhet me shku te mentaliteti europian. Mos mu një kërcnu, mos me pas grushta, mos me pas therje, mos me pas sherre, mos me pas konflikte në vendin e punës, në shoqëni. Ashtu, Po pra mu një sigur. Mos me pas grushta, Po patjetër. Po ne si popull dhe si mentalitet, ne na personifikon grushti. Po, Grushti fillon që në parlament. Që aty fillon grushti. I ke pati, Atëherë qytetari merr shembull parlamentin. Dhe thotë pse mos bëj thotë si ata. Dakor, atë thamu një diçka interesante të që është momenti me thënë. Po. I dashur publik është momenti të bëjmë publicitet. Jemi rikthyer sërish në studio këtu në Ping Pong. Tema për sot është Shqipëria dhe Bashkimi Evropian. Koleg, Po. a mendon që mënyra e jetesës të shqiptarëve, përshtatet me mënyrën e jetesës të Bashkimit Evropian? Ja, po s'ka si përshtatet. Pse? Po se vendet ndryshme kanë mënyra të ndryshme jetese. Për shembull, jetesa jo nuk ka si përshtatet mirë me jetesën italiane. Unë në Itali kam një se kafja pijet në fraksion sekondi edhe ikun ato. I Japonë se çuj kafe post neta 2 orë, me bë mohabet për 7 pol qef. E mas kësaj kafe marr edhe kafe dytë. Kafe dytë, jo dytë si cilësi, po kafe dytë më, një kafe mas asaj tjetës. Se na kena shok edhe që pinë 3 kafe, më ti e din mirë. Koleg, unë e di se ku e ke problemin. Ku? Duhet me rradhu kafet. Unë me rradhu kafet? Po më falë më, po pse nuk thu me rradhu punën, po thu me rradhu kafet? Punën? Po. Po shqiptari e ka shumë qef punën, prandaj. Shqiptari e ka shumë qef punën. Po shok, a kupton ti se mu kafet s'mbajnë damër? 2 kafe 3 s'mbajnë dam, a kupton? Po ç't bën dam? Po 2-3 punë cakatojnë më për të lodhën ndrynë. Cakatojnë? Po. Bokor. Atëherë, a e din ti për shembull që unë personalisht me Po mirë, që të pyesëm ty për shembull se po më pyet ti mu për Europën. Ti vet, a përshtatesh në vende europiane për puna, për tregtia, për mënyrë jetesa? Ja, kam frikë se ja. Sepse në vendet të Bashkimit Evropian, për shembull si Zvicra, Gjermania, Belgjika, e tjera, Po. Ata nuk kanë kohë për thashëtheme, më. Nuk i del koha për me bajnë një mohabet. Në punë, falë se s'po, në punë nuk bajnë as i thashëtheme. O, nuk bajnë mohabet, mërë. Ase folën një As nuk ka shanse, as me e këthy kryt ka i tjetri kur janë të i punu. Po qanë ato vene, më për, qasë? Kurse këtu të ne? Ja, këtu të ne, pa fillu mirë orari zyrtari punës, fillojnë thashëthemet rrugës. Po ti s'din tjetër në kolegë? Po a din ti se në Amerikë se edhe Amerika të shpërendim, është e Bashkimi Evropian varet edhe për Amerikë, s'ka në ato lidhet e veta. A din ti mor se në Amerikë, se po shonë punën ti unë, po në Amerikë duen 2 punë vetëm për me jetu mër. Ati për me dash me bon jetë i fjetë bukur duen 3 punë, po kur ke kohë me bon jetën? 8 orë një punë, 8 orë një punë tjetër, 8 orë punë tjetër, ma nej 8 orë tjera veç me fjetë gjumë edhe me vazhdu me punu prap. Ashtu, Po si mër bërë? Po jeta si bëhet në Shqipni nuk bëhet kërkun mër. Teton publiku e din, jeta mër shok, si bëhet jetu në Shqipni nuk bëhet në asni vend botës. Po a ke menuti që në qovë se Shqipnia hinë Bashkimin Evropian, a thu do t'i ndryshojnë valë këj standart i jetesët? Menoj se ndryshon për mirë. Për mirë, Po. Po a din ti që për shembull në Gjermani, projektet të cilat nisin, çfarë do lloj projekti, qoftë për ndërtime, qoftë për gjithçka, unë habitem ato njerëz. Se çanol. Po si ka mundësi më valla që ata e marrojnë projektin në afatin e caktuar? Në afatin që kanë shkruajtur se marrin, aty marrin? I fillon me X dot. Po. Dhe do të marrojnë në X dot, po. Në datën e fundit, në Gjermani hiqet shiriti o kry puna. Unë habitem ato njerëz, ata s'janë njerëz. Po ti s'do të fortën. Po mirë se këto hajt se këto janë punë kanol që ka bën Shqipnia, po një këtë fortën ti. Mor, a dim ti se në Francë? Po a dim ti se Franca që është veni i drejtave të njerëzit, karta të drejtave të njerëzit. Po a dim ti mor se çifti jemi herë ato si puna ime nuk kanë çelupin hiç më në Francë. Po Franca që ka bën ligjet e botës, që ka bën rregullat e botës, drejtat e botës. Po unë çka kam iden më ku marrën liria jeme ku vazhdon e jotja. Ka raste kur menoj se drejtat tuaja janë të mia, e drejtat e mia janë tuaja. Ka raste kur menoj se drejtat e tona nuk janë hiç tonat, janë tuajat, e drejtat e huaja janë tonat.
A të kuptu nuk e qa mund bëjë në Francë për shembull. Se po hymë në Europë, po qa po bëjmë aty, kjo e problemi. Po pra ne pra nuk na futa la Europa në bashkimin e saj apo në familjen e saj europiane. Se nuk dim që me bëna aty kur t'hymë. Unë as dina që me ban vend tonin, jo ma që me ban atje. I dashër koleg, tek Vox Popet tuja, pavarësisht shakave që ke bë, kishe bërë një pyetje shumë interesante. Shqiptarët në Europë, të shpot pyesën ty, shqiptarët në Europë, a kanë lënë për shtypje të mira apo për shtypje të këqija? Ka raste që kanë lënë edhe për shtypje të këqija. Po, Po. Sepse nuk janë përshtat dot me atë vend europian në cilin ata jetojnë. Po. Mandena ka edhe për aty një njerëzve që kanë vese, të cilët nuk mund t'ja heqësh dot. Kanë në i ves, kanë në i ves, kanë në i ves. Që të themun ty? I hiqet do të vesin, nuk i hiqet vesin. A pra të shi? Dakor. Mirë, pse mendon se jeta këtu është në standard dhe në nivele shumë më dobta se në Europë? Për shembull flas nga ona e nga ona administrative, nga ona e ekonomike, nga ona sportive, nga ona artistike, nga ona mediatike. Për shembull, a ke vurë ti që mediat tona kanë arrit standarde, kanë arrit cilësi, bojnë programe të bukura, bojnë programe gati që konkurrojnë edhe Europën, edhe me shikueshmëri. Edhe herë, ç'a bojnë mediat tona? Ç'a bojnë? Bojnë programe të bukura, bojnë reality show të mëdha me shikueshmëri të madhe. Patenta ndërkombëtare kanë domethënë qyre mu. Shikueshmëri edhe në Europë. Vërtet? Po si? Po ti mendon që media këtu është e lirë? Po pse në Europë është media lirë, thu ti? Po media bleme marr. Po në Europë s'është e bleme. Po media bleme marr. Po në Europë. Po ç'a japin një lajm sot nuk e japin nesër marr. Ashtu e? Po sot lëvdojnë X-in, nesër njat X rrinë e shajnë marr. Po kjo marra media shqiptare tash, mas mban tash për me hap barkun për media do burr. Ti the është media bleme. Media që blehet me çdo gjë, rrit tash mbledh. Media që blet shumë e bukur kjo. Anit media që blet me çdo gjë, po një media duhet me ble kamerat, duhet me ble mikrofonet, duhet me ble ndriçimin, duhet me ble aparaturët, duhet me ble skenografinë njëra tjetër. Pra media blet. Po thënë në kuptim parë fjalës. Pra ti mendon që me ble këto kamerat e mikrofonet e tana, për me ble këto duhet për me ndryshuar realitetin, duhet me avon lajmin si intereson X-it apo Y-it, Ja më shumë. Media duhet të jetë e lirë. Dhe në Shqipni ka pak media të lirë. Shumë pak. Ka shumë. Po thuj sa. Mban me fol kështu. Ka shumë pak, po ama ka. A din ti mor se ka vende në botë që s'ka media hiç lirë. Ka vende në botë që media është në diktaturë. Ban vetëm shantazhe, ban kodadion vetëm fasada. Kurse këto i ke. Mund ke shumë pak media, por ama ke media që thënë vërtetën. Ashtu E din ti? Po, e din ti. Media që thënë vërtetën. Po si? Po deri kur? Deri kur mund ta thojnë këtë të vërtetë këto media? Dhe vallë a do të rrinë këto media vërtet të thonë vërtetën apo ka me dal në një moment tjetër që mund të kenë nevojë edhe këto për një kamerë apo mikrofon apo diçka tjetër? Po tash këtë nuk e di, se unë nuk qes fal, nuk jam fallxhori. Nuk je fallxhori. Unë flas vetëm nën fakteve. Bukur. Po si? Po mirë, po rrjetet sociale për shembull. A përdoren edhe në Europë si këtu, apo përdoren këtu më shumë si në Europë? Ose për shembull, a keni vënë re ju se në TikTok, nëse klikon rrjetet sociale, për shembull te Italia, do të shohësh vende të bukura, do të shohësh gatime tradicionale, do të shohësh një mënyrë jetese shumë të bukur. Nëse klikon te Franca ose te Gjermania, do të shohësh industrinë, do të shohësh artistat, do të shohësh sportin. Nëse klikon te media shqiptare, vetëm çome e degenerume, e sherrë, e grushte, nuk e di. Po pse nuk kjo? Po sepse është mentaliteti i popullit i dobët, nuk ashtu foj shtetit. Ja, nuk ka të bëjnë vetëm me mentalitetin e popullit. Po me ke? Ja. Këtu e para punë si herë ka të bëjnë me njësinë e brendshme të popullit. Që ne jena të zi në shpirt. Po, jena të zi në shpirt, Po pse për jashtë asjeti si i veshën krejt zi, ti i veshën si ngjyra shpirtit i veshën zi. Falje, një sekond, se zi edhe ti. Po pra, po unë se mi zi në shpirt. Si? Po nuk jam i zi në shpirt si ti. Po pse, kush është ai njëri që thot nuk jam i zi në shpirt për vetin e vet? Ha? Ma thuj ti mu një. Ti thuj kush është ai njëri që thot jam i zi në shpirt për popullin tëm. Po ha pra kush është? Kërkush. Kërkush. Atëherë pra, a e ki vure i koleg? Po. Për shembull trafikun. Po. Si të duket ty trafiku? Në Shqipni? Në Shqipni, pra në Shqipni? Po trafik ka ku do mor, pong. Ku do në botë ka trafik, unë kam kënë vetë në Itali, ka trafik sa dush. Kam kënë në Francë, ka trafik sa dush. Atje ti thuj nuk kena metro, thuj ti. E nuk kena urbane sigur ato, a mua bet tjetër, nuk kena rrugë si ato mund thush ti. Po trafik ka gjithkun. Ka një dallim shumë të madh.
Sepse në vendet europiane vërtet ka trafik. Por çështja është sepse ato europian zbatojnë ligjin, rrinë rresht një për një. Kurse këtu tek ne, jo vetëm që nuk rrin një për një, po do me të parakaluaj tjetri djaftas, tinaj tjetri majtas, mandej do me dal para rreshtit, mandej të shef edhe shtremt, mandej thot ku deshte me shku, edhe krijohet një kaos i madh në trafikun e rënduar të Shqipërisë. Dakor? Ashtu, se ne e kena trafikun këtu, nuk e kena trafikun në praktik. Të kenë se ne jena këtu të çatrafilum, trafikisht. Normal kena me kanë edhe trafikisht, praktikisht, çatrafilum, trafikisht. Trafikum, çatrafilisht. Ashtu dhe. Po jo më po kalot një herë mirë. Kalot e tjetër. Atëherë, po sikur të bajon ty për shembull, po për turistat. Po. Ha? E ke pa ndonjëherë se çfarë turistash vinë në vendin ton? Je të dosh me thonë që vinë turista low cost. Low cost. Po. Ti mendon që pse nuk vinë ndonjëherë këto turista që janë të tamam të europianizuar? Turista që kanë fuqi, që kanë potencial shumë të madh për të vizituar vërtet pikat më interesante të Shqipërisë. Kanë ardhur ato, po nuk vinë te ti. Ato vinë te resortet gjigande që ndoshta se beson, po asun e ti nuk I kena po marrë në Shqipërinë. A kujton ti se njohim na Shqipërinë? Shqipëria sa ka Shqipëria. Po nuk mund të futen ana, futen kategori tjera, janë bota është çështje rrethsh. Nuk janë ata e rreth. A kupton, nëjnë atë i rreth me priti të turistat e lodhë, thonën seriozisht, jo, turistat lodhët, ma vonë do të bëna më të bukur se sajna, do të vinë turistat të mesëm, dhe ma vonë masi të arrim nivelin tonë, do të vinë turistat të pasëm, turistat nivelit parë. Kur të dalesh në pensiona? Kur dalim në pension? Kur dalesh në pension, të hapë i arrim të noshta. Dakor? Po mirë, I pyetje, pse shkon ti turiste në Spanjë? Kur ke shku ti ndonjëherë? Unë turist në Spanjë, s'kam lek me shku të turist në Spanjë. E pse kanë spanjoll të lek me orë të ti? Sepse janë standardet tjera. Po ne ato standardet dona me arritna, a dona me I arrit apo jo? Po nuk I arrim pra, kur si kena arrit të 35 vjet më Aleksandr, po kur të mi arrit më burr? Po nuk bëhet. Kur të mi arrit më? Po s'bëhet më shteti për 35 vjet, as Sponja 600 vjet monarki. Po do ishte bamër Aleksandr, po këtu kanë ardhur thas me miliarda lek më nga Bashkimi Evropian për ta bën këtë vend. Edhe prap nuk u bën këto ky vend. Prap pse kështu? Pse? Pse ka një arsye kjo apo jo? Po më ka arsye. Cila është arsyeja? Po s'bëhet më Shqipënia, nuk s'ka si mu bën. Si mund të bëhet Shqipënia? Mirë, atë prekum një temë interesante ose më saktë, a thu menon ti ta cekim një temë interesante? A menon koleg ta cekim një temë interesante? Për shembull, ushqimet që vinë në Shqipëni, a ke niti për këto ushqimet e skadume? A ke niti në Europë kun ti se jo se s'ka, po nuk ka kaq shumë mos, sikur vinë tu. O morti shok, po kishte ndodhur që te një supermarket ishte lista ushqimeve të skadume gati krejt rafti më burr. Po si ka kështu në Europë? Në Europë? Ha? Në Europë jo vetëm që nuk guxojnë për me pas ushqime të skadume. Po. Por e para punës nuk ja lejojnë vedit për me majt në për këto supermarkete ushqime të skadume. Por na pse ja lejojmë vetes? Pse s'bana edhe na si Europa? Po nuk bana marr se nuk dona marr mu bas si Europa. Ajo çka nuk po kupton kolegu im, është se ne duhet përmirësohemi ne vetë si popull. Për shembull, keni një herë në Franca, në Itali, në Gjermani që guxon dikush e prajnë pyet. A keni në rasti që prajnë pyet tonë në Shqipëni koleg? Shive, Aleksandr. A I ke po këto pemë që dalin e I shesin që në treg për dru zjarrit? E di si është I punë? Jashtë, jo vetëm që nuk guxojnë për mi prej pyet, por në një nga qytetet europiane që kam kanë dhe më ka qëllu, ka kanë verë. Po. Edhe çdo një orë ose 2 orë ishte helikopteri I policisë, I zonës ose qoftë edhe I policisë lokale që shëtiste në për gjithë malin për me pa për zjarre për jo se vend kush zjarr. Se janë të marrë si na këto të e djegun. Po si pretendon ti mar Aleksandr që me hi në Bashkimin Evropian? Po ne nuk lajm pyll pa djeg sa vjen vera mar. Po pse e djeg mor këtë po them? Po pse e djeg mor pyll? Po si jena të këqimër. Po përmirësoje pra që tim në Europë. Po kush më e përmirësu? Kush më e përmirësu? Po nuk u përmirësu shqiptarët brenda vendit këtu, edhe këtu nuk ka se si me hi në Bashkimin Evropian. Kaç duhet me kuptu? Më fal, po I kytem do të thonë tash orë më. Po më kupton mor koleg çfarë thamun? I këtë po thamun, duhet më përmirësu na si popull thash. Fal më kamera thash I tesh.
duhet mu përmirësu na si popull që të hymë në Europë. Lene shtetin punë dhe shteti ashtu i bë punë atë sa mundet. Atë sa ka mundësi. Bojnë edhe disa gjëra, po ato kanë marrë përgjigjen edhe do ta marrin. Po na si popull, po si, na si popull, çohet shqiptari dhe djeg pyet. Lene se vën jetën në rrezik banorëve të tjerë, lene si ju është djeg shtëpia banorëve të tjerë. Po si mor djeg ti gjelbrimin? Ojrin e moshnive tuaj, i djeg ti me fije shkrepse me çakmak. Si e bën atë gjë? Edhe një helikopter që e ke duhet me marr borx. Po si pretendon ti për me hinë në Bashkimin Evropian? Po cila Europë të fut ty kur ti s'ke standardet më minimale në raste emergjente më. Ta mirë tash këto nuk quhen këtë raste emergjente. Zjarre ka pas në Greqi, ka pas në Itali, ka pas në fuqishme. Por janë fik më shpejt. Edhe të na janë fik më se nuk ka më flaka, është fik tash. Po normal që janë fik më. Po për i zjarr që ndoshta mund të digjet me 1000 hektar pyje, duhet marr 7 vende të Bashkimit Evropian për me e fik, se s'ka Shqipnia një avion. Për të folur sa më saktë rreth kësaj teme kaq të bukur, kemi ftuar një personazh të inteligjencës artificiale, një personazh që ju tashmë e njihni mirë, zonja dhe zotërin Hanja. Ke ftu Hanjen? Ja më inshallah, s'ke lut me çokoleg. Jo më burr se na bën lamsh. Një gjë se e kena kusht nga beja me usill mirë, shtirë sikur je njëri i mirë ti edhe unë, se unë e di se na bën lamsh. Po as kena kusht. Hanja, mirë se erdhe. Mirëmbrëma dhe mirë se ju gjeta. Kënaqësi për mua që të jem në këtë studio njerëzore. Hanja, ti analizon fakte rreth BE-s dhe rreth rrugtimit të Shqipërisë për në Bashkimin Evropian. Dhe sonte do të na thuash, a është Shqipëria në rrugën e duhur drejt BE-s? Kam analizuar rreth 1200 faqe nga Komisioni Evropian dhe mund të them se Shqipëria është në fazën e përmirësimit të sistemeve. Fazë përmirësimi? Po ç'a thotë kjo? Na vjen mirë ka një në anë, por Hanja, ma mirë le të flasim pa durashka. A i plotëson vallë Shqipnia standardet për me kanë pjesë e Bashkimit Evropian? Po, në disa fusha ka përmirësime, si për shembull, reforma në drejtësi ka goxha përmirësime. Ekonomia është rritur ndryshe nga vitet e kaluara, gjithashtu edhe të drejtat e grave, por ka edhe pengesa të ndryshme. Dhe cilat janë këto pengesa, se kjo është pyetja që i djeg çdo shqiptari. Le t'i marrim një nga një. Korrupsioni në nivel të lartë, shteti ligjor, BE-ja do një sistem ku drejtësia të jetë e pavarur, administrata publike, BE-ja kërkon meritokraci. Pra mund të themi që kemi arritur vetëm një pjesë të standardeve. Saktësisht, duhet të arrihen edhe standardet të tjera për të qenë pjesë e BE-s. Rruga për këtë është shumë e gjatë. Po në fusha tjera si mjedisi, ekonomia, si jena, apo si jena hyqë? Në mjedis po eci mirë me ndalimin e qeseve plastike, ndërsa në ekonomi jemi duke u rritur fal turizmit. BE kërkon ekonomi konkurruese. Pra jemi në rrugën e duhur, por është një rrugë e cila duket shumë pa mbarim. Po, duket sikur jena në rrugën e duhur, po na si shtet jena të ecë me biçiklet, kurse BE-ja ecë me makinë elektrike. Një krahasim shumë i saktë. Por është e rëndësishme që biçikleta të ecë drejt Brukselit dhe jo në drejtim të kundërt. Mirë Hanja, të bëjmë një pyetje të drejtë për drejtë edhe të fundit. Po. Nëse Shqipëria do të hynte në Bashkimin Evropian, ku mendon ti se mund bëhet? Analiza ime e bazuar në fakte dhe statistika tregon se Shqipëria është gati për antarësimin në BE rreth viteve 2030 deri në 2300. A ke seriozisht e moj 2030 deri në 2300 thotë kjo? Na kujtum se po bën për kufizim më të përafërt. Mandej në fundit koleg gjithçka varet nga ne. Varet se sa ne e marrim seriozisht punën. Po këto jam dakord. Ashtu është. BE-ja kërkon përsosmëri. Nëse Shqipëria ecë me hapat e duhur, pyetja nuk është a do hym, por kur do hym. Kjo s'na tha gjë që s'na kanë thënë politikanët të 35 vjet. Po pra, edhe kjo të njëjtat muhabetes, s'na dha ai përgjigje. Përgjigjen e vërtet mund t'u jap vetëm Europa. Po këtë e dim na. Gjithsesi faleminderit që ishe me neve në studio dhe faleminderit për informatat. Bashkë miropafshim. Faleminderit juve për ftesën. Miropafshim. Si ka mundësi që ju sjell kaq mirë? Komunikimi si duhet ishte. Po jena të monitoruar, koleg. Duhet mu sjell mirë se BE-ja po na vëzhgon. Atëherë edhe me Hanjen, kësaj puntate erdhi fundi. Miropafshim. Miropafshim.